Faktet e tjera që ka zbuluar pamfleti vërtetojnë se daja i grupeve kriminale Ermalonuzi që nga përzgjedhur dhe emëruar drejtori i Gardës së Republikës për të realizuar krime ekonomike në favor të bablokut dhe oligarkëve të tij ndërtues kullash. Në informacionin që disponojmë thuhet se para 4 muajsh ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka krijuar një grup pune me juristë specialist për të hequr Gardës sipërfaqen e tokës ku është qendra stërvitore në mes të zonës së mbrojtur të pyllit të liçeni artificial i Tiranës. Pas 4 muajve gjoja studim, ky grup pune ka bërgati dokumentet për të hequr nga inventari e përdorimi 20.000 m2 tokë, ku është qendra stërvitore e Gardës si sipërfaqe që Agjencia e Zhvillimit të Territorit e drejtuar nga Edi Rama e ka piketuar si zonë zhvillimi me ndërtime. Kërkesa për transferimin dhe përdorimin e sipërfaqes së qendrës stërvitore të Gardës për kulla është firmosur nga drejtori i Gardës Ermalonuzi në muajin tetor 2025, vetëm një muaj pasi babloku emëroi në këtë detyrë duke ndryshuar ligjin e nkas për të. Raporti i përgatitur nga ekipi i Ministrisë Brendshme për të grabitur këtë sipërfaqe toke të lakmueshme te zona e liçenit pranë pallatit brigadave ka përdorur si piknisje propozim kërkesën e bërë nga drejtori i Gardës Ermalonuzi për të larguar andej qendrën stërvitore. Në kërkesën drejtuar ministrit Ervin Hoxha dhe për dieni Edi Ramës, kryegardisti Ermalonuzi thotë se qendra stërvitore të liçeni i Tiranës nuk është në vend përshtatshëm për stërvitje funksionale dhe duhet transferuar në mjedis tjetër të bollshëm e specifik. Nuk ka dyshim që kërkesa e kryegardistit Ermalonuzi vetëm një muaj pas emërimit në detyrë është skenari i bablokut që të grabis për kulla sipërfaqen e qendrës stërvitore, duke e servirur si gjoja nevojë urgjente për të siguruar një mjedis tjetër të përshtatshëm. Tashmë është gati dosja për të larguar qendrën stërvitore të Gardës nga zona e liçenit dhe për ta degdisur në një zonë tjetër të Tiranës që thuhet se e kanë paracaktuar, ndërsa mbi sipërfaqen ekzistuese të ndërtohen kulla nga oligark, familjarë, trafikant, miq të bablokut. Tashmë duhet vetëm vendimi i qeverisë për të hequr Gardës sipërfaqen 20.000 m2 të qendrës stërvitore dhe t'ia kaloj Bashkisë së Tiranës, ku Këshilli Bashkiak dhe kryetaria në detyrë do urdhërohen nga babloku ta miratojnë që t'jepet për ndërtim kullash, njësoj siç babloku veproi 3 vite më parë me territorin 21.000 m2 ku ishte Garda, të cilën qeveria e dhuroi për kulla, ndërsa 5.000 m2 tokë, 2.850 m2 objekte të saj i dhurua UEF-s Artan Lames për të ndërtuar kompleksin qendra e trashëgimisë, relaksit dhe edukimit me hotel, bar kafe, restorante, lojra argëtuese, kioska tregu me qira, kabina e parkim. Duhet thënë e vërteta që ish drejtori i Gardës Gramos Sako nuk pranoi të firmoste skenarin e bablokut për të grabitur sipërfaqen e qendrës stërvitore dhe nga që ishte skeduar nga SPAK për tenderet e vllait, refuzim që u bë shkak për ta shkarkuar, por e firmosi drejtori i pasardhës Ermalonuzi një muaj pas emërimit, duke krijuar indicjen se një nga kushtet që babloku emëroi është dakordësia për të firmosur grabitjen e qendrës stërvitore të Gardës, pse jo për të larguar përsëri Gardën nga vendi ku e çuan pranë pallatit brigadave. Këtë indicie dhe informacion që po publikojmë le ta hetoj SPAK, pa harruar faktin që kryegardisti Ermal Salionuzi është i skeduar me prova si bashkëpunëtor i grupeve të krimit të organizuar kur ishte në shërbimin informativ të ushtrisë, në Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes në Shish dhe drejtues te kompania private e sigurimit S2 Secure Albania me aktivitet në portin e Durrësit dhe në Rinas.